2 ditë pushim kanë patur në dispozicion futbollistët kuqeblu pas kthimit nga Slovenia, ku për rreth 12 ditë kryen fazën përgatitore themelore në prag të pjesëmarrjes në kompeticionin evropian UEFA Conference League. Një fazë kjo që u shoqërua me zhvillimin e 6 ndeshjeve miqësore, të cilat u mbyllen me 1 fitore dhe 5 humbje. Në dukje një bilans negativ ky, por që për stafin teknik më shumë miqësorët shërbyen për të kolauduar skuadrën dhe sidomos ardhjet e reja. Ndërkohë pas pushimit 2 ditor, pasditja së hënës shënon seancën e parë stërvitore në Shkodër, tashmë me përqendrimin totalisht tek sfida zyrtare datës 9 korrik, ku Vllaznia pret në Loro Boriçi Malishevën e Kosovës, e para përballje kjo e turit të parë të UEFA Conference League, ndërkohë që e dyta luhet në Podujev me 15 korrik. Largimet e shumta të titularëve nga skuadra. Vllaznia është përpjekur t'i kompensojë me ardhjet e reja, duke nisur nga Prapavia, Mesfusha dhe Sulmi. Së fundmi listës së mërkatos si është shtuar dhe Emiliano Musta, futbollist që vjen për llogarit krau të majtë të mbrojtjes, pozicion që ai e luajti sezonin e kaluar me Elbasanin, ku bëri paraqitje të mirë. 34 vjeçari ka firmosur kontratën me Kuqeblu dhe pritet i bashkohet me njëherë skuadrës së drejtuar nga Edi Martini në një moment të rëndësishëm të sezonit, duke shtuar më shumë alternativa dhe siguri për këtë repart. Mbrojtësi majt konsiderohet një nga futbollistët më me përvojë në futbollin shqiptar, ku gjatë karrierës së tij ka veshur fanellën e Elbasanit, Partizanit, Teutës, Flamurtarit, Kuksit, Laçit, Shkumbinit dhe Ignatias. Përvoja fituar në kampionat dhe në ndeshjet ndërkombëtare pritet të jetë një vlerë shtuar për Vllaznin, e cila synon të zhvillojë një sezon të mbar në të gjitha kompeticionet.